A keni vënë re ndonjë lajm të rëndësishëm nga forcat e mbrojtjes izraelite? Por në Izrael, gazetarët e shquar kanë vite që kanë pushuar së besuari. Në vitin 2015, Gideon Levi do të shkruante një artikull të ashpër duke thënë se politika e mohimit dhe shkëputjes nga realiteti po rritet në një nivel të rrezikshëm dhe sëmundja po përkeqësohet. Izraeli po nguritet gjithnjë më tej në realitetin e tij imagjinar. Është e gjitha një çështje e hasbarës, eufemizmit izraelit për propagandë. Termi hasbara ka nuancat e veta. Hasbara është një nga ato fjalët e çuditshme që është e vështirë të përkthehet, por si thot korrespondenti i lartë i Haaretz, Anshel Pfeffer, hasbara është thjesht akti ose profesioni i shpjegimit. Madje duke shkuar aq larg sa të thuhet se hasbara tani është një nga parimet bazë të sionizmit të shekullit të 21. Në të vërtetë, shumë media izraelite dhe grupet mendimit janë të kënaqur me këtë interpretim zyrtar. Dhe në fakt, hasbara është një institucion plotësisht i kodifikuar brenda qeverisë izraelite. Pas luftës së Libanit të vitit 2006, jashtëquajturi aparati hasbara i nënshtrua një ristrukturimi masiv, gjë që përfshinte krijimin e një zyre qeveritare kushtuar vetëm hasbaras, selia kombëtare hasbaras brenda zyrës së kryeministrit. Krahas saj të shumta shtrija në Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Diplomacisë dhe Çështjeve të Diasporës, Ministrinë e Turizmit, Agjencinë Hebraike për Izraelin dhe veçanërisht Divizionin e Zëvendësit të IDF-s, krahun propagandues të ushtrisë izraelite, të ngarkuar me operimin e websajtit, blogut zyrtar dhe kanalit në YouTube të IDF-s. Hasbara identifikohet jo vetëm si një infrastrukturë e diplomacisë shtetërore, por edhe si një fenomen kulturor. Nicholas Leman i shkollës së gazetarisë të Kolumbias dikur përshkroi prirjen e të ashtu quajturve njerëzit e librit për mosmarrveshje mbi tekstin. Në të vërtetë, hasbara duket se është dukshëm e zhytur në fundamentalizmin fetar. Thjesht merrni parasysh ministren e diplomacisë publike të Izraelit të hasbara, planet e së cilës për të ardhmen përfshin mohimin e ekzistencës së një pushtimi izraelit, dhe se Bibla është vepra e popullit hebre. Përgjegjësitë e tjera si ministre hasbara padyshim do të përfshin mbikëqyrjen e operacioneve hasbara, qëllimi i të cilave është të lehtësojë sinkronizimin e narrativave të Izraelit, veçanërisht gjatë kohës së luftës. Për këtë arsye, komunikuesit zyrtar ushtarak kanë fituar zemërimin edhe të gazetarëve të sprovuar izraelit. Autoritetet shtetërore kanë fituar për vete një reputacion të dyshimt kur bëhet fjalë për besueshmërinë e tyre. Dhe nuk janë vetëm gazetarët me qëra fjala, por edhe vetë generali major Yitzhak Briki i IDF-s, i cili u ankua se ushtria vuante nga kultura e të gënjyerit. Në një shfaqje Mahnitse, Brik përshkruan brenda IDF-s një kulturë gënjeshtre, fshehje informacioni dhe bashkërendim të dëshmive të përfshirëve përpara fillimit të hetimeve të policisë ushtarake. Pasi Hamasi erdhi në pushtet në Gaza në vitin 2007, qeveria amerikane u përpoq të organizonte një grusht shteti me mbështetjen e plotë të Izraelit. Ata dështuan, pas së cilës Egjipti ndërmjetësoi një armpushim, të cilin Izraeli e shkeli në nëntor të vitit 2008, duke organizuar një bastisje ndërkufitare që vrau 6 zyrtar të Hamasit. Pavarësisht thyerjes së armpushimit, Izraeli justifikoi zyrtarisht sulmin, duke thënë se ishte në vetmbrojtje kundër një sulmi me raketa. Në fushatën ajrore që pasoi pjesë e IDF-s, në të ashtu quajturin operacioni Cast Lead, 3.000 fluturime hodhën mbi 1.000 ton eksploziv dhe pavarësisht mohimeve izraelite, mes armëve kishte municione thërmuese dhe bomba djegëse me fosfor të bardhë. Mark Garlasko, ish punonjës në Pentagon, i cili më vonë punoi me Human Rights Watch, do të përshkruante zhgënjimin e tij kur hetonte forcat izraelite. Ata thanë në Liban se nuk përdorën bomba thërmuese. Ne gjetëm 4 milion të tilla. Ata shmangin përgjigjen se përdorën fosfor dhe ne qëndrojmë aty çdo ditë duke e parë. Si mund t'i besojnë dokush ushtrisë izraelite? Dhe megjithëse deklaratat zyrtare izraelite ishin të mbushura me gënjeshtra, në një kombinim të aparatit hasbara, shteti i Izraelit përdori mjete të tjera të fshehta për të nxitur narrativën e tyre. Në operacionin Cast Lead ne ju drejtuam komuniteteve hebrenj jashtë vendit dhe me ndihmën e tyre ne rekrutuam disa mijëra vullnetar. Tha Elon Stolman, i cili ishte zëvendës drejtori i Departamentit të Informacionit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, një element kyç i infrastrukturës së hasbarës. Në një intervistë me një gazetë, Stolman ju përgjigj pyetjeve në lidhje me një ekip të ri profesional të shkrimtarëve të komenteve që do të vërshojnë faqet e internetit në mbar botën me mesazhe pro-izraelite dhe që do të marrin pjesë në diskutime rreth Izraelit në blogjet në mbar botën dhe në faqet e internetit si për shembull Facebook, Twitter dhe YouTube. Twitter në veçanti do të merrte aktivitet 24 orë në ditë. Në një model që do të përsëritej në të ardhmen, Ministria do të rekrutonte të rinj të arsimuar që flasin gjuhë të huaja dhe përdorin mediat sociale. Njerëzit tanë nuk do të thonë përshëndetje, unë jam nga Ministria e Punëve të Jashtme,
As nuk do të identifikohen domosdoshmërisht si izraelit. Ata do të flasin si qytetar dhe do të shkruajnë përgjigje që do duken personale, por do të bazohen në një listë mesazhesh të përgatitura paraprakisht të hartuara nga Ministria e Punëve të Jashtme. Në vitin 2013, zyra e kryeministrit do të krijonte të ashtu quajturat njësi të fsheta në universitetet izraelite, duke përdorur Facebook dhe Twitter, dhe gjithashtu duke mos treguar se ata po punonin për qeverinë. Këto njësi do të ngriheshin në një mënyrë gjysmë ushtarake me një student koordinator të lartë, shkollimi i të cilit do të mbulohej në këmbim të pjesëmarrjes. Studentët e tjerë që punonin pranë tyre do të përfitonin gjithashtu bursa të pjesshme. Vitin e ardhshëm, Izraeli do të niste një tjetër luftë në Gaza, këtë herë të quajtur operacioni Protective Edge, pasi 3 adoleshentë izraelit u kapën dhe u ekzekutuan nga militantët palestinezë. Në vitin 2014, ushtria izraelite nisi një mision të rrem shpëtimi, pavarësisht se e dinin se djemt ishin tashmë të vdekur, një justifikim për të bërë arrestime masive. Lufta masive ajrore që pasoi shkatërroi 18.000 shtëpi në Gaza dhe vrau mijëra civil në një nga pasojat më shkatërruese nëpërmjet Hasbaras në kujtimet e fundit. Për të përdorur një shembull që është emblematike të gjithë luftës së 2014, e vetmja qendër riabilitimi në Gaza, spitali Al-Wafa, u shkatërrua plotësisht nga bombardimet. Për të justifikuar sulmin, Izraeli postoi në Twitter një foto të rreme që pretendonte se tregonte një raket duke u shëlluar nga spitali. Por sipas Amnesty International, imazhi postuar në Twitter nga ushtria izraelite nuk përputhet me imazhet satelitore të spitalit Al-Wafa dhe duket se përshkrua një vendodhje tjetër. Në një shembull të kohëve të fundit, më 17 tetor 2023, më shumë se 500 persona u vranë pas bombardimit të spitalit El Ahli El Arabi në Gaza, ku mijëra civil dhe të plagosur po strehoheshin si një vend i sigurt nga bombardimet izraelite. Menjëherë pas kësaj, vetë përfaqësuesi i IDF-s me një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, tha se Izraeli kishte bombarduar spitalin për të eliminuar një bazë terroriste që ndodhej aty. Një postim që shumë shpejt u fshi dhe u zëvendësua me teorinë se një rakete Hamas kishte keq funksionuar dhe kishte goditur spitalin. Por e tillë mbetet natyra e përpjekjes izraelite Hasbara. Objektivi kryesor është një kthes pozitive ndaj veprimeve izraelite. Dhe siç tregojnë të dhënat dokumentare, e vërteta është e parëndësishme. Narrativa është ajo çfarë duhet të përcillet, duke bërë që Gideon Levi i Harecit të shkojë aq larg sa të quajë Hasbarën izraelite një fushat shpëlarje e truri, e cila ka pasur sukses të jashtëzakonshëm në Izrael. Dhe shpërndarja e Hasbarës në një audiencë ndërkombëtare është kritike për formësimin e kësaj narrative. Gjatë bombardimeve të Gazës në vitin 2021, zyrtarët izraelit informuan mijëra gazetarë. Në vetëm një ditë, përfaqësuesi për mediat e huaja IDF-s informoi 180 gazetarë. Gjithashtu, me ardhjen e TikTok, shteti i Izraelit pa një mundësi tjetër dhe llogaria e tyre zyrtare në TikTok fitoi mijëra ndjekës gjatë rrjedhës së konfliktit. Në fakt, sipas një hetimi të kohëve të fundit nga Haaretz, shteti i Izraelit kaloi të gjitha limitet edhe duke zhvilluar një fushat lufte psikologjike kundër qytetarëve të vet, që është e palishme sipas ligjit izraelit. Ndërmarrë nga njësia e përfaqësuesit të IDF-s, operacioni nuk synonte të nënvlerësonte krimet izraelite të luftës ose t'i tjetërsonte ato, por t'i prezantonte si diçka të mirë. Duke përdorur llogaritë rreme të mediave sociale për të fshehur burimin e tyre ushtarak, oficerët e IDF ngarkuan imazhe dhe video të sulmeve ajrore izraelite dhe u përpoqën të bënin viral hashtagun Gaza pendohet. Shkatrimi jo proporcional i Gazës ka pasojat e tij negative në përpjekjet izraelite Hasbara, siç përshkruhet nga ish-shefi i Hasbaras, Yarden Vatikai. Dëmi në Gaza është shumë më i madh dhe më dramatik se sa në Izrael. Në botën e opinionit publik, Izraeli është ana më e fortë dhe palestinezët janë ana më e dobët. Ky është kufizimi i Hasbarës, tu ta themi sinqerisht. Izraeli është ende duke punuar fort për të vendosur ushtritë e luftëtarëve të tastierave nëpër internet, dhe arkitektët e operacionit janë mjaft të hapur për përpjekjet e tyre. Vetëm në vitin 2022, zëvendës ministri i jashtëm i Izraelit mbajti një leksion për aktivistët e Hasbara, duke thënë se po fokusohet në nxjerrjen e informacionit në mediat sociale për të ushtruar presion mbi mediat konvencionale. Në të ashtu quajturën konferencë online morën pjesë rreth 100 pjesëmarrës, duke përfshirë aktivistë dhe influencers të mediave sociale. Zëvendës ministri i jashtëm u foli me shumë sinqeritet për rolin e tyre të rëndësishëm në formësimin e perceptimeve publike për operacionet ushtarake izraelite, duke thënë se një nga sfidat më të mëdha është përmbushja e sa më shumë qëllimeve operacionale dhe sa më shpejt që të jetë mundur, përpara se presioni i shtypit ndërkombëtar të detyrojë ndalimin e fushatave. Kjo përcakton se sa hapësirë na jep bota për të vazhduar goditjen e objektivave tanë, tha ai. Këtu hyn Hasbara. Hasbara na jep kohë dhe na jep legjitimitet për të vepruar dhe mbrojtur veten.
Ai quajti mediat sociale posaçërisht si një instrument për të ushtruar presion mbi mediat konvencionale. Ky është emri i lojës sot.